është domosdoshmëri që ta bëjmë të gjithë, me qëllim që vizita ginekologjike dhe kryerja e pap testit të mos jetë tabu. Ka ardhur një kohë që ne ta kërkojmë të bëhet, të vendoset në listën e ekzaminimeve falas edhe kryerja e pap testit. Çdo grua ka nevojë ta kryej pap testin një herë së paku një herë në 2 vjet. Përpara se ju të vinit këtu, kisha një zonjë e cila vinte nga zonat e thella të Dibrës. Normalisht ajo e folura e gjuhës nuk kishte bërë asnjëherë, ishte 54 vjeç. Asnjëherë, asnjë vizitë ginekologjike, vetëm lindjet, kishte bërë 6 lindje, nga të cilat 3 kishte lindur në shtëpi dhe 3 kishte lindur në maternitet, pa bërë asnjë lloj tjetër ekzaminimi. Është shumë e rëndësishme që ne të sensibilizojmë dhe t'i themi të gjithëve, kontaktoni mjekët ginekolog, interesoni për shëndetin tuaj riprodhues, që mos keni vuajtje në jetën tuaj.